Pas videos ku 3 vajza shfaqeshin duke dhunuar një bashkëmoshatare në Fier, në rrjetet sociale është publikuar një tjetër regjistrim që lidhet me goditjen dhe bullizimin ndaj 17 vjeçares. Në pamjet e reja, adoleshentja shfaqet duke u detyruar të kërkojë falje në gjendje të rëndë psikologjike. Videoja është marrë edhe nga hetuesit si provë, që tregon se dhuna ndaj të miturës ishte e planifikuar, e shtrirë në kohë dhe madje e paramenduar për të publikuar online. Një ditë më parë, nëna e 17 vjeçares tha se vajza është në gjendje të rëndë dhe vazhdimisht ndihet e friksuar. Po ja, s'hante bukë, tonte gjumë gjithë ditën, rinte fjetur, qante, frikë, erdhen, shikonte na rruga, se mos vinte dikush. Ndërkohë për 2 nga vajzat që shfaqen duke ushtruar dhunë ndaj adoleshentes janë ngritur pretendime se vuajnë nga probleme të shëndetit mendor. Kjo është pohuar publikisht nga nëna e njërës prej tyre, e cila ka nxjerrë edhe një dokument mjekësor të muajit prill si provë të gjendjes shëndetësore të së bijës. Sipas saj, familja nuk ka mundësi ekonomike për të përballuar trajtimin e specializuar, ndaj u bën apel institucioneve shtetërore të ofrojnë mbështetje për kujdesin mjekësor dhe psikologjik të vajzës. Nga ana tjetër, policia ka bërë të ditur se në 28 qershor u arrestua njëra prej të miturave të përfshira në këtë rast, pas një kallëzimi të bërë nga nëna e saj, e cila deklaroi se ishte dhunuar fizikisht nga vajza. Prokuroria e Fierit ndërkohë ka regjistruar procedim penal ndaj 3 vajzave të përfshira për veprën penale të heqjes së palishme të lirisë e kryer në bashkëpunim.